Pse nuk jena kon aktiv kohëve të fundit? Elona ka pas shumë termine në spital se normal është gati fundi shtatzanisë. Kjo ka arsyeja parë. Arsyeja e dytë kon që kena qef me u fokusu pak në familjen tonë, me rrethin tonë, me kalu kohë për shembull me nonën tam që ka ardhur, edhe me familjen e lirimit normal, mu bogoti pak para lindjes së bebit. Jena të ja përfundu dhomën që ta është i bebës, që me ardhë në kushtet sa më të mira. Edhe kena shumë punë në që më ju thonë, ama nuk është që ju kena harru. Menojnë atë çdo ditë për juve, ama ka njëherë duhet edhe më fokusu në sanë tjera, jo veç në rrjetet sociale. U besoj që është shumë e rëndësishme me kalu kohë edhe me familjarët edhe jo mu kanë 100% fokusum në TikTok, në përrjete. Megjithatë, kena mundu me bo sa ma shumë video që mujna kohëve të fundit. E për juve që keni thonë ashtë ka lindë Elona, por që ta s'po bojnë video, mos t'jam lind momentin që Elona lind, inshallah, mirë. Ja u tregojna normalisht, bojna një video se diçka, nuk e lojna suspensin shumë nga. Nuk e lojna shumë sekret, ku që mos jam një nesh. Po veç që shtash, ku në fundi kena pas shumë punë, shumë obligime, edhe normal gati arë fundi kena obligime. Faleminderit për këtë mesazhet që na i keni dërgu, për suportin që na i keni bë. Qështa lirimi nuk jo kena haru, edhe nuk e kena plan një haru heq. Kështu që faleminderit këtëve. We love you!